Aventurat e Pinokut të Carlo Collodit, një nga kryeveprat e letërsisë botërore, këtë herë vijnë të përkthyera në shqip nga përkthyesi i njohur Zia Vukaj, me ilustrime të piktores së talentuar Gjeneta Kadillari. Mikpritëse e promovimit të këtij libri ishte Biblioteka Universitetit Luigjë Gurakuqi në Shkodër, ku pati një interesim të veçantë nga të pranishmit, pasi bëhej fjalë për përkthimin e një kryevepre shumë të njohur dhe mjaft të adhuruar. Mendoj që çdo edicion, çdo botim, çdo përkthim që i noll një vepre, është i dobishëm sepse zbulon aspekte të ndryshme të vetë veprës, e cila duke qenë një kryevepër botërore nuk mund të rroket me një shikim të qoftë edhe nga një përkthyes shumë i mirë, dhe përkthyes shumë të mirë janë marrë me Pinokun edhe para meje. Dhe këtu është vendi të kujtojmë me nderim shumë të madh Cuk Simonin, përkthyesin e madh, intelektualin e madh, poliglotin shkodrani, i cili 1935 e solli në Shqip Pinokun dhe e solli mjaft mirë. Pastaj mandej janë bërë edhe shqiprime të tjera dhe unë mendova që vetëm dobi do të kishte kjo vepër dhe vetëm dobi do të kishte lexuesi dhe sidomos lexuesi i moshave të vogla. Në këtë rast Vukaj tërhoqi vëmendjen e të gjithëve që të kultivojnë dëshirën për të lexuar, pasi ka një rënje shqetësuese në këtë drejtim. Mjafton që të nxitet edhe një herë dhe të inicohet edhe një herë ky event dhe pastaj bëhet interesante edhe si një lajm i mirë që ju vjen lexuesve të vegjël, por lexuesve të gjitha moshave, dhe ndoshta ky ka qenë inspirimi, frymëzimi dhe shtysa ime për t'i hyrë kësaj vepër. Ndërsa piktoria Gjeneta Kadillari ndihet entuziaste për rezultatet e këtij bashkëpunimi, e cila thotë se ka dhe atmosferë shkodrane në ilustrimet që ka bërë për Pinokun. Momentet më të rëndësishme janë ku unë aty shprehem pak shkodranisht, kam fut elemente tradicionale që i kemi pas në Shkodër, si për shembull tangari, ambientet e shtëpisë, diçka momentet ndryshme, elementet ndryshme që më kujtojnë fëminin teme ku jam rrit në Perash. Në promovimin e përkthimit të aventurave të Pinokut tërhoqi vëmendjen edhe pjesëmarrja e studiuesve, pedagogëve dhe shkrimtarëve të njohur, duke dëshmuar kështu rëndësinë që kanë botimet e këtij lloji.